Hello! Ne kena pas shumë pyetje rreth porosive online në Viva Fresh. Dhe sot kena me ju përgjigj të gjithë pyetjeve. Këtë juve që jeni në shpe, në zyra, po kudo që jeni, edhe pritani me shku në dyqan, mëni me porosit online në webshop ose në aplikacionin e Vivës. Sot kena me dërguar proces. Procesi është shumë i thjeshtë. Mundeni me porosit për çdo qytet Kosovës. Unë kam aplikacionin, kam porosit shumë shpesh në fakt, se pritoj me dalë me ble ushqime. Këtu e kam account, Kim tek blerje online, pyet këtu të cili dyqan dhe me bë porosin, pikon vazhdo, dhe këtu i ke të gjithë ushqimet. Këtu ke gjithë çfarë opsionesh, jo vetëm ushqime dhe pije, por ke edhe mishna, ke gjana shtëpiake, gjana higjiene, gjithë çfarë mendosh mundesh me bërë. Por procesi se çysh mundi me porosit është, për shembull, nëse doni me marr sheqer, e prekni shpurtën këtu, nëse doni më shumë sheqera, e prekni plusin, keni edhe tretineta nëse keni qef. Procesi është shumë i thjeshtë. Nëse doni për me rujt për ma vonë, e prekni me zemër. Tash kemi shportën këtu, e klikojmë shportën, na tregon ton gjanat, i shohim a dona me hek ndaj gjana me lan, klikojmë vazhdo, ta tregon totalin. Edhe këtu i ki ditët e javës, edhe orën e caktuar mbrana çatën e orëve se kur vjen porosia. Keni emrin mbi emrin, mundi me pagu me 3 opsione, me kartel, pas edhe me pagu me cash. Mbani përshtypje që gjanat e ftofta, qumshti, vezë që duhet me nejt në ambient ftoft, vishin një farë frigoriferit vogël, me nejt cool. Me të vërtetë pas ke pas një eksperiencë mirë. Jo vetëm një, po kam porosit shumë shpesh në fakt. Porositni te dera ju vjen.